Arrestohet shoferi i vrasës në Tiranë, mori para me makinë 5 kalimtar dhe tentoi arratin. Policia e Tiranës njoftoi arrestimin e shoferit vrasës pasi mori para me makinë 5 kalimtar në Tiranë dhe u largua nga vendi ngjarjes. Njoftimi i policisë: kreu manovra të rrezikshme me automjet në rrugë, përplasi 5 këmbësor, braktisi automjeti në vendin e aksidentit dhe u largua, kapet dhe vihet në pranga 39 vjeçari. Bllokohet automjeti tip Audi dhe 39 vjeçarit ju vu masa plotësuese heqje e lejës së drejtimit. Specialistët për hetimin e krimeve të komisariatit numër 5 në bashkëpunim me shërbimet e qarkullimit rrugor kapën dhe arrestuan shtetasin PB 39 vjeç banues në Kamës. Dje në rrugën Halit Haxhia, shtetasi PB, duke drejtuar automjetin tip Audi, ka kryer manovra të rrezikshme dhe përpasoi automjeti ka dalë nga rruga duke përplasur 5 shtetas këmbësor, të cilët morën ndihmë mjekësore në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.